Qepa ju shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Qepët që në lashtësi janë përdorur si një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e organizmit. Qytetrimet e lashta besonin se përfaqësonte përjetësinë dhe ndërtimin e saj prej stresave të cilat mund të jenë edhe me rritjen e koncentrimit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ne nuk ju premtojmë dot të ngrënien e qepëve se do t'ju japin përjetësinë, por mund të përmirësojnë në dukshëm cilësinë e jetës suaj, citon Healthline. Qepët kanë shumë vlera ushqyese, ato përmbajnë gjithashtu proteina të cilësisë së lartë, fibra, vitaminën C, gjithashtu selen, folat dhe antioksidant të ndryshëm. Edhe komponentët sulfurik që shkaktojnë lot janë të dobishëm sepse ulin riskun e prekjes nga problemet që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj. Kështu që herën tjetër përpara se të thoni, unë nuk e duroj dot aromën e qepëve, mendohuni edhe një herë. Pse të mos përfitoni nga benefitet që qepët ofrojnë për organizmin? Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni qepët e freskëta në dietën tuaj. Zvogëlojnë riskun për të vuajtur nga problemet që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm. Qepët përmbajnë disa përbërës organik që ju japin atyre aromën tipike, por gjithashtu detoksifikojnë trupin nga elementet të dëmshëm që mund të merrni çdo ditë. Kjo përkthehet gjithashtu edhe në një risk më të ulët për të vuajtur nga shqetësimet që shkaktojnë radikalet e lira. Qepët zvogëlojnë riskun për luhatje të papritura të sheqerit në trup. Qepët janë fantastike për uljen e riskut të sheqerit të lartë. Kjo formë e tij mund të rritet sidomos kur bëni një dietë jo cilësore. Ndodh në mënyrë tipike dhe konkrete, sidomos pas konsumit të sheqernave të fortë. Qepët janë të mira për sistemin tuaj kardiovaskular. Qepët janë të pasura me antioksidant të cilat quhen quercetin, të cilat do të neutralizojnë radikalet e lira përgjegjëse për qelizat e dëmshme. Gjithashtu quercetin mban edhe arteriet e buta, gjithashtu edhe më elastike, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Quercetin e pranishme tek qepa nuk siguron vetëm imunitet të fortë, por në bashkëpunim me selenin që ndodhet po ashtu te qepa, forcon sistemin imunitar. Të dyja së bashku reduktojnë inflamacionin në trupin tuaj. Qepët janë të mira edhe për personat të cilët kanë probleme alergjike. Ekspertët e Healthline e rendisin qepën si një prej perimeve më të mira në betejën kundër problemeve alergjike, duke i dhënë organizmit tuaj më shumë përfitime dhe duke mbajtur larg kështu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se alergjitë sezonale shkaktojnë kruajtje në sy, në hund, në koll, gjithashtu edhe probleme të tjera të imunitetit. Ndaj përfshirja e qepëve në vaktet tuaja ditore në këto situata do të jetë një e mirështuar për shëndetin tuaj. Risku për mpiksjet e gjakut gjithashtu do të ulet të ndjeshëm. Mpiksja është një funksion i rëndësishëm sepse ndihmon në lehtësimin e problemeve të ndryshme, por mpiksja e gjakut në arterie mund të bëhet e dëmshme nëse ndodh pa një arsye të tillë. Prandaj qepët mund të jenë një përzierje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj. Qepët përmirësojnë gjumin dhe gjendjen tuaj të humorit. Qepët do të përmirësojnë cilësinë e gjumit sepse përmbajnë një sasi shumë të lartë të folatit i cili do të ndihmojë në prodhimin e homocistinës, një aminoacid i cili ndihmon edhe në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, shumë të rëndësishme këto për të përmirësuar gjendjen tuaj të gjumit dhe të humorit. Shtimi i qepëve në vaktet tuaja ushqyese mund t'i ofrojë gjithashtu lëndë ushqyese të rëndësishme, të cilat do ta pasurojnë organizmin tuaj me produkte të duhura ditore ushqyese dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se qepët janë shumë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë të pandërprerë të dietave të tij. Qepët kanë pak kalori, por janë të mbushura gjithashtu me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për organizmin dhe shëndetin.
të cilat forcojnë imunitetin dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në përthithjen më të mirë të mineralit të hekurit. Ato janë një nga burimet më të rëndësishme të vitaminave B6, folatit, të rëndësishëm për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në funksionin më të mirë të nervave. Ndaj nëse shtoni këtë perime në dietën tuaj, sapo keni marrë disa nga përfitimet bazë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepët janë të mira për të përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare, citon një studim, edhe gjithashtu të ulë problemet që shkaktojnë trigliceridet në organizëm. Pasi ka veti antiinflamatore në uljen e kolesterolit të keq dhe triglicerideve, si dhe qepët ndihmojnë në uljen e presionit të lartë të gjakut, duke lehtësuar kështu punën dhe shëndetin e zemrës. Ndaj përfshirja e qepës në vaktet tuaja ditore do të jetë një prej arsyeve më të shumta për të përfituar prej vlerave të saj dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë në risk të tij, qepët mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Qepët janë një alternativë shumë e vlefshme në situatën tuaj konkrete. Ato ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit dhe të zorrës, duke ndihmuar kështu edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit dhe duke përmirësuar përthithjen e glukozës në trup. Kjo gjë është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do ju ndihmojë të përmirësoni strukturën e kockave dhe të mbani larg komplikacionet e tyre. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni këtë perime në dietën tuaj, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër bakterieve të këqija. Qepët kanë në veti shumë të fuqishme antibakteriale dhe gjithashtu, përmbajtja e quercetinës është veçanërisht efektive në neutralizimin e bakterieve të dëmshme, të cilat shumë shpesh mundet që të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione në organizëm. Shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë e çmuar për shëndetin e tretjes, gjithashtu edhe për shëndetin e zorrëve. Qepët janë një zgjidhje ideale për të përmirësuar sistemin tuaj tretës. Ato janë të pasura me nivele të mira të fibrave dhe probiotikëve, të cilët janë gjithashtu thelbësor edhe për funksionet e shëndetit të zorrëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Këto probiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Ekspertët e Eltrajnë e cilësojnë qepën si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Qepët janë një nga përzgjedhjet më të mira për të konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj. Konsumi i tyre në rekomandimin e një eksperti dhe sasinë e duhur mund të luajë një rol fantastik për rigjenerimin e shëndetit. Qepët janë elementi bazë i një gatimi të shëndetshëm dhe i sigurojnë trupit tuaj kështu shumë përfitime. Sipas Brightside do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni qepët në dietat tuaja. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të përmirësuar shëndetin e kockave. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, studimet kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë e kockave me 5%, krahasuar me personat që nuk i konsumojnë qepët. Qepët do të ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit dhe do ta mbajnë zemrën tuaj më të shëndetshme dhe më të fuqishme. Ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një element ushqyes shumë i rëndësishëm i dietës. Të larta në veti antiinflamatore, qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq, që është i pranishëm gjithashtu në dietën tuaj. Qepët ulin kolesterolin e keq dhe zvogëlojnë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i tyre mund të kthehet në një element të mirë të fuqishëm për mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.